bëjmë ato ndërhyrje të nevojshme prej neve si institucion. Dhe jo ne duhet pyes mos as gjasim edhe më shumë, duhet pyes pak për problemet me ujërat e zeza në fshatin Cërmjal të Gjakovës, pra në Kodrali, rruga Halil Halia thot. Si qëndron pra me këtë rrjet këtu? E keni si ankesë, është raportuar? Realisht me ujërat e zeza kemi marrë kërkesat të ndryshme prej qytetarëve, prej lokacioneve të ndryshme në gjithë territorin e komunës së Gjakovës. Ne gjatë javës, gjatë kësaj jave që po ulëm pas, kemi pas një takim edhe me ujësjellsin, me inxhinierë, me ekspertë të fushës, me të cilët veç kemi filluar me u dakordu edhe me ndërhyrje në zonat të cilat cilësohen më problematike edhe të cilat ndoshta duhen me qenë me prioritet më të lartë. Po normalisht edhe në këtë pjesë janë gjitha përgatitjet edhe besoj që shumë shpejt kemi më arrit me zgjidh problemin jo vetëm në fshatin Cërmjal, po edhe në disa prej lokacioneve të tjera të cilat kanë një mungesë më të theksuar dhe një problematikë më të madhe. Në këtë aspekt. Po, dhe sa i përket menaxhimit të qenëve ndacak, ju si qëndron Gjakova për këtë? Nuk është një problem që i përket veç Gjakovës, realisht ka në shumë komuna problemi është i njëjtë, por si qëndron në menaxhim Gjakova?